Ka nëherë qatë shumë poshtë binë ambicjet edhe idealet e disa njerëzve që çuditësh. Andaj tregohet një tregim për botën arabe, për tregime ngjashme kemi edhe këtu te na. Një udhëheqës politik në botën arabe shivet me një shok të vetit. Edhe ky është shef i gëzueshëm, ama gjendja është e mjerueshme në atë shtet. Edhe të Halikov që ka jesë sot shumë në qef, se s'ki vakti mu gëzue kur umet islam ka vështësi dhe të lashe. Si që se ka ndodhë me Salahuddin Ejubin, rahimullahu ta'ala, kur i kanë thonë, hajde, shkojmë dëfrehemi në deti e të pushojmë, e të argëtohemi. Ka thonë, qëka e një të thonë me njerëz? Nuk shkojmë me pushu e me u dëfryt, për deri sa Allah, me Mesjidul Aksaja, është ndorë të armiqve të muslimanve. Andaj një popull serios nuk i jep hapësirë vetes mu dëfry edhe pse ka pushtet. A paramendoni kur s'ka kur gjë në dorë? S'ka shansa. Mirë po fatkeqësisht kur bin ambicet, kur s'ka ideale ndodh kjo. E shef ki shoku këtë liderin e madh politik e i thot çka pas ke sot që kanë kë shumë i gëzum. Thot 3 fitore i kanë korr sot. Hajde Halikov ki u gëzu shumë të menu se në e punë të madhe pas kanë sos. Edhe të janë ato, të e para, që 3-4 ditë ka hinë në odhën te me një miz, e s'mujsha me përzon për odas me myt, e sot e vendosa 3-4 saat e kungarejnë mas dërsa e myta. Kjo ka në fitore e pare ti. E thot e dyta, thot, vazhdimisht, thot luftoj për me ra prej pesha. Se njerëzit ku kanë bollëk, ku s'ka lëvizje, më njëre u hi pesha. Edhe kjo është smundje përgjeshme me sot në botë. Njerëzit kanë mbi pesh. E thot sot shkova dhe u mata në kantar, edhe e pashtë që i kum pas 98 kile, e i sot i bona 97 kile e 750 gram. 250 gram kësha ra zaif. Gëzimi madh, para më no. Fitoria e dytë. Edhe fitoria e tretë çka është? Tha unë për herë luj, tha, okej, tha me një shok temin, edhe ai për herë fiton. Ama sot ta 3 loja kemi lujt, edhe 2-3 unë e kum fitue. Hajde burr, hajde. Umeti islam 100.000 të lashe, 100.000 vështirësi, ai gëzohet 3 fitoreve të mëdha, në thojza, që i pas ka përjetu atë ditë. Edhe kështu kemi na dhe sot shumë politikanë tonë, që kur fillojnë me fol, fillojnë me t'i numrue sa miza i ka mit, sa gram prej peshe ka humb, edhe sa loja letra apo okej i ka fitu. Po edhe rinja jonë është aty pari. Gjithë natën rinë në për kafene duke lujt, okej, e pastaj gjithë ditë e bëjnë komendin kush fitoj e kush humbi, kush lujti mirë dhe kush gaboj. Edhe kështu ndodh me shumë segmente jo të rëndësishme në jetë, me të cilat angazhohet populli jonë fatkeqësisht. Bile kur fillosh ti me fol kështu, me zgju vullnetin, ambicjet e popullit ton, del dikush thot, derisa na nuk prodhojmë kur gjë, atëherë s'na mvarmi për tjerëve, përderisa mvarmi për tjerëve, s'e bëjmë kur gjë. Kjo është e saktë. Ose arabisht e thonë një fjalë, len nufekir bi ra'sina ma dumna la na'kulu bi fa'sina. E kanë bërë si merim. S'mujna me mendu me kokën tonë përderisa s'ham me sapatën tonë. Kjo nuk është e saktë, sepse popujt dhe zhvillimi i tyre ndryshon prej kohë në kohë. Mirë po, i mençuri është ai i cili e shfrytëzon zhvillimin teknologjik dhe shkencor të popujve tjerë për ta zhvilluar popullin e vet. Dhe argument për këtë çka është shembulli i atij japonezi që va kam tregue këtu në ders. Se si ka shku në Gjermani edhe u ka bë inxhinier i maqinerisë. Edhe ka shku pastaj është kthy prap në Japoni dhe ka prodhue motorin e parë, dhe që ka qenë gëzimi më i madh për të dhe atij shtetit në atë kohë. Andaj këtë ulemat bashkohor e përmendin Japoninë dhe Turqinë si dy shembuj
të dy shteteve para luftës parë botërore dhe pas luftës parë botërore. Edhe Perandoria Osmane sulmohet, edhe Perandoria Japoneze sulmohet. Mirë pa ata e vazhdojnë zhvillimin, pa e lënë fen, edhe feja e tyre s'mund krahasohet me fen tonë. Mirë po Turqia, pse mendon se ata do të me lënë fen, kanë me ecë përpara Meti dhe 70 vjet tjera mas, derisa erdhën në pushtet disa burra që mendojnë se feja nuk është pengesë për zhvillimin, përkundazi feja e ndihmon zhvillimin edhe e avanson statusin edhe përforcon shtetin. Ata idhujtar japonez hala vazhdojnë me fenë e tyre dhe kanë ecë përpara shumë. Këta të pas fenë më të mirë mendojnë se du të me lënë fenë për me ecë përpara dhe nuk mushin me ecë përpara. Edhe gjithë na e dim se erdh puna që një shtet komunist pa fe mu bo ma i fort se Turqia me shku me që malë prej këtu i të na atje. Ata fukarana zengina. Kur fillon me ardhburat me fe në pushtet edhe në sundim atje, vazhdoja e tradita e vjetër që nga Perandoria Osmane. Jo veç neve, për këtë dunjos mi shit malë. Se ku të kapësh ma që është e jotja, ecë për para, kër e lena që është e jotja, e mendon se me të hujen, nuk mund është me ecë për para.